çka mendon për ferën dhe muzikantë të tillë që pas udhëzimit devijojnë prapë? Allah të bekov të trujt, nuk e njoh këtë person kush është ky. Po unë po jap një përgjigje të përgjithshme, kjo na jep me kuptu se nëse dikush devijon pa marrë parasysh është muzikant, artista, njeri thjeshta, politikana, kush do të qoftë, do të kemi parasysh të jemi të kujdesshëm edhe ta forcojmë veten me mbështetjet e Allahut, me lexim, me dije, jo me eufori. Mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam na tregojnë se ne gjithmonë duhet me bën dua, o ti, o Allah që i ndron zemrat edhe i lëviz nga një gjendjen tjetër, forcoma apo ndryshoma gjendjen time ka Islami. Pra forcoma zemrën në këtë din. Edhe prej shkaqeve të forcimit në Islam është me marrë dije, e mos me të rrit mendja edhe me fillu me ju shit mend të tjerëve. Po ashtu është edhe ne si besimtar me i eduku ata që hynë risht në Islam me ju najtë ngat, po mos me u rrit famën. Nëse dikush ka fitu në gjahiliet një famë të caktuar, na duhet me respektu, por jo që atë famë veç me ja bartë, pja tje me ja qitë knena, jo, ti e konë qëtu, po me haram, tash kimi janë ispektu, me halal tash me mërinë më ngritë. Edhe mund të hyjë vetja në qef, shetani gjaty të kryti ka shetanët edhe çka bona unë zbani kërkosh, pastaj edhe vjen ditë e devimi. Unë nuk e njoh këtë person për cilin po flet ti, por fola në përgjithësi Allahu na forcoft.